dëgjoj fjalë anglishtës e ndërtuar me bazë shqipe. Ndërkohë që zotëroj 3-4 këngë angleze të viteve 900, 800, e cila është shqipe e mesjetës. Dhe pastaj gjuha angleze është transformuar në 1200, çik më ndryshe, në 1400 një gjysmë anglisht, 1600 mori formën të prerë nga Shakespeare anglishtja sot. Çfarë fjalësh mund të kemi për afërsi për shembull? Po shumë bridge, që lidh dy anë, ne themi breg. Po. Edhe bregu tjetër breg, shumës brigje. Atë ura që quhet bridge në anglisht ka lidhur dy brege, dy brigjet në shumës. Kemi fjalën Londër, që kur vajti themeltari briti në Angli, gjeti me lagunë. Atë laguna Londra që ishte lagunë të thotë e lagu Ken. Dhe përbatu nga një tokë, terë, që quhet toka, terë ose land, që quhet ndarje e tokas me pyje, me land, prandaj quhet England. Prandaj quhen landet komunitetet në Gjermani, Finland, e tjerë. Janë land e drurit, që toka ishte pyet, s'kishte shumë njerëz atëherë. Dhe përkaluar nga një land ose nga një terë, që është terë i thatë, në një terë tjetër, në këtë lagunë, kalonte me lundrë, prandaj quhet Londër. Po i vunë edhe emrin Thjamis, sepse Thjamis është lumi në qamërit. Thjami, që thanë, siç janë lumejnë malor, që thanë dhe mbyt mis. Thjamis nga mori emrin Qamis, që sot quhet Kalamata, Kalema, që quhet sot nga Greqisja, që edhe Kalemi është Kalem, shqip prap, Kalem, Filiz, Kalemi. Që ne shkruajmë atë që shkruajmë që bëjmë anë Kalami, bëjmë Kalemin që shkruajmë. Pra, çfarë shqipe? Libri tim. Si notat e një piano që ndërtojnë dhe bëjnë, si notat bëjnë këngë, dhe gjua shqipe ndërtojnë dhe shpjegon gjuhë të botës. Faleminderit. Eksakti. Si notat bëjnë këngë, 7 nota që bëjnë këngën, edhe gjua shqipe ndërtojnë gjuhë të botës.